Për të dytin vit me radhë Ismet Gashi nuk po mund ta shfrytëzoj livadhin për kullosa e përsan për bagtin e tij. Burri nga fshati Gërlic e Ferizajt thotë se livadhi është jetik për ushqyerjen e kopesë së dhive. Lëndina vazhdon të jetë e vërshuar nga kanalizimi i bllokuar i qytetit, pasi ka shpërthyer në pronën e tij private. Domot janë që ka shkatru plotësisht këtë tokë, ka shkatru florën e faunë kësaj tokë. Që 2 vite su ne punojmë këtë tokë. I kam një kopë nuk mundem as të lëshoj këtu në livad, po nuk mundem as edhe sonën për vitin ashëm me asiguru. Pas kundërmimit të padurueshëm gjatë verës e dimrit, Gashi druan se kanalizimi mund të shkaktojë edhe ndonjë epidemi. Këtu dimrit ka qenë gjendje më e rëndë se o kundërmum për ernave këtë kanalizim, mos të folmi sa ka pranë vera, ndoshta mund të hapet edhe ndonjë epidemi. Ai tashmë e ka paditur komunën e Ferizajt për dëmet që e ka shkaktuar kanalizimi i vërshuar pronës së tij private. Gashi thotë se për rastin është informuar edhe vetë kryetari i Ferizajt Hakim Aliu, por që komuna ende nuk ka bërë ndonjë zgjidhje. Gashi ka fajsuar edhe fqinjen e anës së poshtme që ka bllokuar kanalizimin e ujrave natyror në lumin në Redime, pas blerjes së kontestuar të pronës që thotë se ishte e familjes së tyre, por se nuk i kishte tapit. Premtime kom pas për kryetarët e infrastrukturës, premtime kom pas për kryetarët e komunës. Ose njëftum prokuroria, policia, nuk di ku shkojnë në më tepër. Veç kur të hapet në një epidemi ose ti ke talon qështu më kanë qefë këta koshit që ma kanë zonë rrjedhe në asgjë që këtë livot kanë shku atje pusht, janë ndalë ujë natural i livot, që gjithmonë janë ujit këtë livove, por ka në mirë paleshme ma ka zonë edhe venin, edhe kështu që qetë dhe atje e ndërprejnë ujnë, nuk e le me shku ujnë në Redime, kështu që po donë me morë këtë vend me një copë bukë, oti njëri, nuk mujnë të qona, unë tonë jeta tonë jetën e kom shumë këtë ndërtim, edhe këto 2 kompanit, edhe këto nën hekuru e qeshin ujnë, edhe këto 2 kompani, ujrat zeza nuk dish. Drejtori i Shërbimeve Publike Alberton Saidi ka thënë nëpërmjet telefonit se është i informuar për bllokimin e kanalizimit në Gërlic. Ai ka thënë se tashmë ka nisur procedura tenderuese dhe se mos së largu brenda 30 ditësh do të zhbllokohet kanalizimi që po del në sipërfaqe në livadin dhe oborrin e Ismet Gashit. Gashi dhe i biri i tij Premtimi kanë thënë se disa herë ujrat e zeza ja kanë vërshuar edhe ahurin në dhive dhe bashqen, duke e çuar dëm krejt mundin e familjes, së cilës i është vështirësuar jeta në pronën e vet.